Mbrëm në ora 23:30 në rrugën e Ilindenit në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov, personit VM, 27 vjeç nga fshati Bogovin e Tetovës, për shkak të dyshimit të bazuar për kundërvajtje doganore, i është sekuestruar një veturë pasagjerëve Porsche Cayenne, e cila kishte vetëm një targ me marka kombëtare zviceriane dhe sipas tij, automjeti ishte në pronësi të nënës së tij, MM, nga fshati Bogovin. Vetura është ndaluar në stacionin policor Tetov për procedurë të mëtutjeshme. Dje në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në fshatin Reqise Vogël e Tetovës ka rënë zjarr në hapësirat ndihmëse dhe në shtëpinë pronë e KB, 67 vjeçar nga fshati Reqise Vogël. Nuk ka të lënduar, ndërsa zjarri është shuar me ndërhyrjen e njësisë territoriale kundër zjarrit në Tetov. Një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetov ka kryer inspektimin në vendin e ngjarjes. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontroll i intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar gjithsej 46 drejtues mjetesh për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, nga të cilët 27 janë marrë me automjetin special me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 65 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion. Tetov 37 dhe Gostivar 28.